jo me një kampionat me disa skuadra, por shohim vetëm një ndeshje me dy ekipe. Njëherë luat në fushën e njërit, njëherë luat në fushën e tjetrit. Tani është thyer edhe ky rregull dhe 3 herë rresh dhe herën e 4 luat në të njëjtën fushë. Pra as në rregullat bazë futbollit nuk funksionon kjo që po ndodh me historinë politike në Shqipëri. Partitë e reja i shikoni që mundet të kthehen në faktor në këto 4 vite, pra ka humus në tregun politik apo jo për to? Ky termi humus i shko prap Knetës, që është vërtet se humus i mirë del nga Kneta. Po mund t'i marrin diçka. Shiko, pa ndryshim të rregullat të lojës nuk ka më aspirat. Mos i mbushim tash me fjalë inkurajuese kot. Duhet ndryshohet rregulli i lojës. Nuk ka sport që ekziston në këtë botë që nuk ka rregulla e lojës. Pastaj ti e pese çfarë ndodhi brenda Tiranës. Çfarë ndodhi brenda Tiranës? Sepse Tirana është është metropoli i politikës, i biznesit, i ekonomisë në përgjithësi, i institucioneve, i artit, kulturës, këtu është. Po këtu, po ta lexosh situatën, nuk është më përplasje midis dy partive. Do shofish një sjellje gati të njëjtë të kryetarëve të dy partive në raport me njerëzit politikë që fusin në terren. Nëse tek Partia Socialiste ishte vetëm një djalë që konkuroi në listën e hapur, u fut në atë terrenin e të mërshëm, edhe fal natyrës ti, karakterit ti, ato lidhjeve miqësore, mori një rezultat dinjitos nga krahu i majt, pa u futur në ato ingranazhet ku në fund fare të gjithë doli që u kacafytëm në njëri tjetrin. Këte nga krahu tjetër ekziston një situatë akoma më dramatike. Sepse dy njerëz që ishin më të votuarit në primare, u futën në garën e hapur. Pra, që pjesa e Refugium Peccatorum, e gjynafqarëve të politikës që i merr në mbrojtje kryetari, të gjithë të garantuam, dhe dy njerëzit më të votuar në primare u hodhën në betejë, ndoshta jo me njëri tjetrin, por në betejë me një elektorat që dikujt i dha 20